Çfarë është biznesi, si ndërtohet një ide sipërmarrëse dhe cilat janë sfidat apo përfitimet e saj, këto ishin disa nga temat që u diskutuan gjatë një ore të hapur mësimore të zhvilluar me nxënësit e shkollës Stavri Themeli në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit Fanoli në Korçë. Përmes një bashkëbisedimi të thjeshtë dhe interaktiv, pedagogja e Departamentit të Menaxhimit, Gentisa Furxhi, u shpjegoi fëmijëve konceptet bazë të biznesit, elementet që nevojiten për të hapur një aktivitet, si dhe të mirat dhe rrisqet që e shoqërojnë sipërmarrjen. Gjatë aktivitetit, nxënësit treguan interes dhe kuriozitet për temën, duke bërë pyetje dhe ndarë mendimet e tyre. Është një iniciativë shumë e bukur që fëmijët vinë dhe vizitojnë institucionin tonë dhe marrin pak a shumë ide në lidhje me botën e biznesit. Ne sot kishim një leksion të hapur në lidhje me tema të thjeshtë, se si mund të krijohet një biznes, çfarë është biznesi, si e ndihmon komunitetin dhe shoqërinë në tërësi, dhe patjetër se çfarë duhet kemi parasysh kur ne krijojmë një biznes. Ashtu sikundërse nxënësit shkojnë nëpër muze apo edhe nëpër institucione të tjera, është mirë të njohin që edhe universiteti është një vlerë e shtuar e qytetit të Korçës, dhe unë falenderoj mësuesen Marian e cila e organizoi këtë aktivitet, dhe patjetër edhe mbështetjen e shefes së departamentit dhe dekanes që i hapën dyert këtyre fëmijëve për të zhvilluar këtë orë, që besoj do ketë qenë e këndshme edhe për ta. Aktivitetet të tilla ndihmojnë në zhvillimin e kreativitetit dhe mendimit kritik tek fëmijët, duke i njohur ata që herët me profesione dhe fusha të ndryshme studimi. Universiteti mbetet një aset i rëndësishëm për qytetin e Korçës, ndërsa përmes orëve të hapura synohet afrimi të rinjve dhe fëmijëve me dijen, arsimin e lartë dhe profesionet e së ardhmes.